mbulesën që disa e kini, disa se kini. Mbulesa është urdhni Allahut e i motër, nuk ka urdhni janë. Prandaj po ju tham, mbuloni e juja, motrat e juja, nënat e juja, tobe istighfar bonni Allahut, lutni ja Allah, do të mbulohemi në emrin të Allahut xhalla xhelalu. Mbulesa ju hjeshon, nuk ju shumton. Prandaj edhe kam nderin sonte që kemi një motër prej Preshevës, mysafire, e cila na ka vizitua Prizrenin, e sot është mbuluar në moshën 70 vjeçare. Allahu ja boft kabull mbulesën, le të vijë këtu përpara deri që tu te une, e le të ju përshëndet e juve, do t'ja japi edhe unë një dhuratë simbolike, një shamin për mbulesën që avon. Ajo është një motër që kam bo vizit para 2-3 ditëve të shtëpia vetë pra të djali i cili punon në Prizren. Prandaj oj motra, ju do të kontriboni, na mundohemi me dhënë kontribut, po dhe ju do të mundoheni me kontribua. Eja që këni. Motrën e kemi prej Preshevës, për hajni qoftë mbulesa sot që shonë qështu, unë e bëja japë le t'ja thot vetë një 2-3 fjallë, qëka të dje vetë le të thot, urno. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërblet ketëve, që të stisë më tonë, edhe ju, sot mundi Unë e kësaj motrë si në nësteme, masi që ka dhe këtë mosh, s'kom pas që me thonë tjetër, vetëm një shami të reqtu, për herëtkov, vetëm që tonë një simbolike, një dishka, për nëshë kjo dhe të shkoj e nesër, për më duke në kanë të reguë që të të thësh, inshallah në vishë qëtër herë, jo me 450 femna, me 1000 femna, inshallah u ta'ala. Allahu shpërblef për pjesëmarje. Allahu amin, kalef shmit. Pra, kjo motër mas kësaj moshës, ka dashtë Allahu xhelle xhelaluhu, këtu në Prizren është mbulu, elhamdulillah. Urdhoni motrë. Oj motrat e mia,